Dashur miq, është koha të realizojmë dhe intervistën me të ftuarin e parë në studio. Kam nderin dhe kënaqësinë që me mua dhe ju të nderuar televizionistë të kem doktor Elmi Ulluri, kirurg vaskular. Dok, mirëmëngjes, mirë se na erdhën në studio. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Kemi zgjedhur sot një temë që do të mundohemi ta trajtojmë për disa minuta. Është një rëndësie të veçantë, ka të bëjë me trajtimin e aneurizmës së arterjes splenike. Por fillimisht për televizionistë, doktor. Çfarë është aneurizma arterjes splenike? Po tash me kuptu televizionistë juaj që tema më të thjeshtë disi. Me qartë, pak anatomi se çka është arterja splenike dhe ka del si bëhet etiologjia, etiopatogeneza e tjera. Arterja splenike është dega e parë e trunkusit celiak, e trunkusit celiak është dega e parë e aortës, e cila del dikon ka niveli i unazës 12 dhe elnishit ose unazës lumbale. Trunkusit celiak është dega e parë e aortës abdominale, në diafragm, aorta quhet aorta abdominale, segmenti i aortës abdominale. A jep 3 degë. Dega më e madhe e trunkusit celiak është arterja splenike, mandej jep arterën hepatike që shkon për milçi dhe arterën gastrike e cila e vaskularizon luktin. Arterja splenike ka një gjatësi dikon 10 cm. Rruga e saj është karakteristike sepse është tortuoze, është e përdredhur, nuk shkon drejt, trajektoria e saj nuk shkon drejt sikur arteret tjera, mirë, por është tortuoze dhe në gjatë rrugës së saj jep arteret gastrika breves ose të shkurta për lukt dhe jep arteret pankreatika, sepse arterja splenike shkon përmi pankreas, teon e sipërm pankreasit. Mandej futet hillusin e shpretkës apo splenit, i cili është një organ me rëndësi në organizmin e njeriut dhe është i përforcuar apo gjendet në anën e majt, është i përforcuar me 3 ligamente kryesore, me hepatika, me ligamentin që e lidh pankreasin dhe veshkën me këtë splenin dhe koliki, dhe përforcohet me qatë ligament. Ligamentet janë ato lidhjet që bëhet me organet tjera. Si arterja splenika është me diametër dikun 6 mm. Tash paramendoni një arterje me gjatësi 10 cm dhe me diametër 6 mm të ketë një aneurizm 7 cm. Si që është rasti ynë. Është mjaft e shpesh dhe konsiderohet aneurizma më shpesh të organet viscerale apo organet abdominale. Tjetë një aneurizm 7 cm e aortës, që punova para 2 nete dhe kishte rupturuar me gjakderdhje, është e madhe. Mes flasmi për një arterje me diametër 6 mm dhe me një zgjerim 7 cm. Dikon në incidenca atyre është 0,8 dhe 1%. Tash me realizu një aneurizmektomi, një largim të aneurizmi, se aneurizm është zgjerim i anës gjakut. Kur arterja zgjerohet, atëherë quhet aneurizm. Me realizu një aneurizmektomi duke e ruajtur splenin, duke ruajtur është sfidë për kirurgun, është sfidë për anesteziologët, është sfidë për krejt klinikën. Rastet të tilla realizohen në klinika dhe nga kirurg shumë rrallë. Jo që nuk ka këso, mirë, po arsyeja është eksperjenca e kirurgut, eksperjenca e ekipes anesteziologjike, eksperjenca e krejt ekipes dhe edhe klinikës. Janë në klinikat rralla ku realizohet një ndërhyrje e tillë. Domethënë, kur ruhet spleni, sepse përpara janë analizu edhe në Kosovë, edhe në vendet e rajonit, mirë po gjithat janë shku me splenektomi, me largim splenit. Dhe largimi i splenit apo shpretkës është një handicap i madh për atë person. Mund të jetohet, mirë po kur largohet spleni, shpretka që ka dikon një pesh dhe 250 mg,
me një gjatësi 12 cm, atëherë personi mund të jetojë mirë, po problemet e tij na shfaqen në prodhimin është organ hemopoetik dhe e mbron organizmin për infeksionit. Po, sa janë të shpeshta E potencova dhe më përpara është aneurizma më e shpeshtë e organeve abdominale, viscerale. 1% përshkruan në literaturë, 0,8 dhe 1%. Po, pse konsiderohet si gjendje mjaft serioze? Dhe tashmë bët një përshkrim, do thotë se çfarë është, si është, po pse është kaq serioze? Po serioze sepse edhe të rasti ynë, i cili është diagnostifiku për shkak të dhimbjeve abdominale, për shkak shqetësimeve abdominale, këto aneurizmat detektohen apo zbulohen rastësisht. Qofse një aneurizëm e tillë kishte rupturuar, ishte qartë, atëherë vdekja do të ishte 45-95%. Kështu që për fatin e pacientes, e cila ishte moshës 71 vjeç, është zbuluar me kohë dhe është trajtuar duke larguar aneurizmën dhe duke e ruajtur splenin. Fatmirësisht. Po, fatmirësisht. Tani të roli i splenit apo shpretkës pak për popullatën, sepse shpretka është organi më i ndihshëm në trauma, dhe splenektomit shpeshta kemi gjatë trauma në komunikacion. Herën e fundit kom pas rastin tje me një pacient dikun 21 vjeçar, lëndim traumatik me gjatë komunikacionit, dhe ato gjakderdhja është e pandalshme. Sepse spleni është një organ i cili është i pa suturum, i pa kepun. Në ato raste duhet largohet spleni. Jetohet pas splen mirë, po problemet e infeksioni janë shumë të shpeshta. Pacient që i largohet spleni apo shpretka duhet të vaksinohen, sepse atakojnë ato bakteriet me kapsullë që i quajmë ne pneumokok, streptokok, mandej Haemophilus influenzae që është. Dhe pacientët e tillë duhet të vaksinohen mirë, po për një kohë gjatë, dikun 1 muaj, duhet marrën edhe antibiotik preventiv. Ky është roli sa i përket mbrojtjes së organizmit nga infeksioni. Po si organ hemopoetik, di që qelizat e gjakut, do më eritrositët, gjatësinë e tyre kanë dikun 101 ditë, ose 111, nëse nuk gabuam, sepse nuk jam hematolog, mirë po nga studimet që i kemi mësu, atëherë qelizat e gjakut, kur vjen koha për shkatrimin e tyre, sepse ato kanë çdo herë, atë forma tyre është bikonkave. Dhe në qoftë se ato me kohën marrin formën sferike, kur gjëtrohen, dhe kur të vjen koha e shkatrimit, dhe duke kaluar në për splen, sepse spleni ose shpretka konsiderohet edhe si filtrus i gjakut. Atëherë ato zbërthehen. Mandej është edhe si rezervat i trombocitëve, sepse do bëhet filtrimi i trombocitëve. Të pacientët që largohet spleni, ata kanë rrezikshmëri të lartë për impikse ose tromboza. Rritet numri i trombocitëve në gjak dhe pacientët e tillë duhet spaku në muajt e parë të splenektomisë të mbrohen me antikoagulant. Kjo është nga aspekti i ndërsa në laborator zbulohen pacientë që kanë splenin e larguar, laboranti zbulohen me disa trupa të veçantë, pikërisht në eritrosite, dhe dihet që ata pacientë nuk kanë splen. Tash çka është aneurizmat, kthehemi edhe një herë, sepse për këtë kemi bërë në emision. Patjetër. Aneurizmat janë më të shpeshta të aortës dhe atë aortës abdominale. Shkaktarët janë ndryshëm, është trashegimia, mandej faktor të rrezikut është pirja e dohanit. Po gjinia, doktor, më fal? Te aneurizmat abdominale dominojnë mashkujt. Arsyeja për të logjikuesit? Arsyeja sepse janë konsumus më tepër dohanit, edhe nuk ka arsye
që me thonë kjo, mirë po si pas punës time, sepse kum realizu me qindra aneurizma trupturune dhe elektive, dhe shumica kanë qenë, si pas një punimi shkencor që kum realizu, shumica kanë qenë gjenis mashkullore. Mandej diabeti, hipertensioni dhe dislipidemia, apo rritja e ndyrnave. Në vendet të zhvillume, aneurizma zbulohen me screening, me vizitat sistemike, ndërsa të ne, çdo herë aneurizmat ose zbulohen atëherë kur kanë rupturu, kur janë qa, ose atëherë kur është bërë diseksion i tyre, apo edhe rastisht ndonjë kur është bën çaqe e madhe, aneurizma në abdomen dhe ka bën presion në organet viscerale, edhe atëherë pacienti ka shku në te mjeku për çështje tjera, mirë po zbulohet aneurizma. Kur konsiderohet një aneurizëm, sepse kemi edhe zgjerim të aortës në tënësinë e saj, mirë po pa që nuk quhet aneurizëm. Aneurizëm konsiderohet kur aorta apo një arterje e rrit bëhet dyfish me zgjeruar se sa që është normale. Tash dimensionet e aneurizmave që kur duhet punuar te femrat duhet të jetë 4.5. Aneurizma e zmadhuar që të futet në operacion, ndërsa te mashkujt 5.5 e lartë. Aneurizmat splenike apo aneurizmat e splenit janë edhe më të rrezikshme, sepse të punohet një kirurg, të punon me një arterje 10 cm e gjatë dhe tortuoze, jo në trajektore drejt, jo e drejt, dhe të largohet vetëm aneurizma. Të bëhet të rasti jonë është të largohet aneurizma dhe aja arterje pa vendohet ndonjë graf, sepse opsioni parë ka qenë TT anastomoza, kur arterja native ose arterja e pacientes të bëhet anastomozë dhe të kalohet gjaku në mënyrë natyrale, ndërsa opsioni B ka qenë që të vendoset një graft, të zavendësohet aja me një protezë. Problem kryesor të anesteziologët që ka udhëheq ekipin e doktor Lavdim Morina, ekipin anesteziologëve ka qenë sepse pacientja përpos aneurizmës që ka pas, aja ka pas edhe një elevim diafragmës djathtë për shkak edhe një herni hiatale që shumica organeve abdominale bëshin presion dhe u fuqin toraks. Atëherë, aja ka qenë sfidë kryesore për anesteziologët, ndërsa sfidë për ne ka qenë me largu aneurizmën. Nuk kemi pas gjak dhe s'ka pas nevoj për asnjë dozë gjak. Operacioni është realizu për 1 orë 15 minuta. Unë literaturë me sa kom hulumtu, një aneurizm që është realizu në kohëve të fundit në Mayo Clinic në Florid, ka qenë 5 cm, e 7 sa ynja, në më ka zgjatë ekipi operator ka ba dikon 5 orë gjys, dhe janë ordinu 3 doza gjak. Ndërsa ne kemi realizu... Në keni thuj rekord? Doktor kësaj rade? Nuk kum hulumtu shumë rekordin, mirë po jam mundu mi nxjerr disa statistika se do të bëj punim shkencor, ndodhë që prezentojmë ndonjë simpozium jashtë edhe mrena në vend, kështu që deri me tani me sa unë e kum gjetë, mu edhe me gabu, sepse literatura është e pa kufishme dhe mund të ketë ndonjë demantim mirë, po atë që e kum vrejtu në që e kum gjetë deri me tani ka qenë kjo. Doktor, të ndalmi pak tek simptoma dhe diagnostikimi. Cilat janë ato simptoma? Simptomat e ne, sepse them drejtën, zonja është diagnostifiku një spital tjetër, aty ku punojnë në privat, spitalin Amerikan. Aty është bërë diagnostifikimi i saj, mirë, po për shkak të kushteve që s'ka pas mundësi, e kum orientu në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, dhe aty është realizu operacioni. Ka orë për shkak të ankesave në dhimbje abdominale, shqetësimeve abdominale, mirë, po edhe për shkak problemeve me mushkri, sepse aja
në rastet kur pacientja ka qenë horizontalisht ose në kom, nuk ka pas probleme me dispne mirë, por në rastet kur pacientja ka rënë në gjumë ose ka rënë në pozitë horizontale, organet abdominale kanë bërë presion në mushkëri ose organet torakale dhe ka pas probleme në frymëzanie. Kështu që ato ankesa e kanë qu pacientin të doktori, mandej është diagnostifiku, ku mbo një vizitun në atë spital dhe ju të regova që pacientin është marrë prej spitalit dhe është dërgun që këju për shkak sepse janë operacionet kushtueshme. Sigurisht. Dhe e kemi operu në qendrën e klinikë universitare të Kosovës. Po, mund të ekzistojë aneurizma pa dhënë asnjë shenjë? Po, aneurizmat zakonisht nuk dhënë shenjë, sidomos ato aneurizmat e vogla. Unë e thash që aneurizmat zbulohen rastisht. Kur të bëhet me dhënë shenjë, atëherë pacienti nuk mund marrë në kom të vetë atë doktore, e bin tjerë. Kështu që aneurizmet që e punu me ekipin kujdestar të premten dikur natën, ai dinte që kishte aneurizmen mirë, po ajo ishte aneurizma abdominale dhe pacient hezitojnë të operojnë aortën, në operacione që e trembin edhe bjeshken jo pacientin edhe kirurgun, dhe hajtë mos pe kaloj edhe një ditë mandej, ato rupturojnë. E kur rupturojnë, atëherë janë gjendje dramatike, sepse gjakun në vend që të kalojnë sistem, del jashtë sistemit. Edhe kur del jashtë sistemit, atëherë nuk ka ma shumë se 5 litra gjak edhe bjen pacienti, kështu që për ekipin anesteziologjik, për ekipin operator, janë gjendje dramatike, mirë po të them drejtën, aneurizmat trajtohen me sukses, jo që e kumë përmendin edhe në emisionet tjera në Kosovë, sukseset e aneurizmave, do më të operacione këtyre janë shumë ma lartë se sa suksesi në rajon. I kumë prezentu aneurizmat të rupturun edhe ju e dini në kongreset ndryshme, në kongresin e simpoziumin në New York, kështu që rezultatet aneurizma në Kosovë, që gjithë kolegët e kirurgjisë vaskulare, sidomos ata senjorët, i operojnë pa probleme dhe me sukseset mëdha. Mirë, po populata nuk është aq e informume dhe ka njëherë me rrugë pa këthim. Kur jemi tek metodat e trajtimit, cilat janë ato modernet, doktor? Modernet janë endovaskulare. Endovaskulare, mirë po jo të gjitha aneurizmat trajtohen me endovaskulare. Duhet të jetë aneurizm me qafë në i themi, do me tha, jo këto aneurizmat juxtarenale, pararenale, se kemi aneurizm torako-abdominale, janë pa qafë dhe qafë atyre të jetë 1,8 cm minimalisht që të kapet e shtetë në grafti, të jetë mos jetë tortuoze, mos të ketë kënde, edhe ato aneurizma elektive trajtohen me endovaskulare. Ndërsa me kirurgji klasike? Me ato klasike, ndërsa? Klasike du të hapet abdomeni, po tash një kirurg me përvoj, ma shpejt e realizon një aneurizm të hapur, me të hapur se sa me endovaskulare. Sepse komplikacionet me endovaskulare janë me shpeshta dhe në qoftë se gjatë procedurës endovaskulare thehet grafti, bëhet diseksioni, bëhet qarja, atër prap duhet të konvertohet pacienti. Kështu që një kirurg që përdor endovaskularen, duhet di edhe ta bëjë edhe me të hapur. Përndryshe është handicap që ta nje vetëm atë endovaskularen. Pacient që trajtohen me endovaskularen, pacient që nuk mund janë pacient vjetër, të mosha për shembull në perëndim, apo sipas SVS-s, sipas ngadalljeve ndryshme, urrëfyzve ndryshme, pacient që trajtohen me endovaskular janë 75 vite e lartë. Ndërsa ata që kanë kondicion, që janë pacient nga aspekti kardiopulmonar në rregull, atëherë ata pacient trajtohen me të hapur. Sepse vdekshmëria
nuk dallon shumë, gati janë të parafërta. E kur pacienti operohet me të hapur, atëherë komplikacionet janë më të vogla. Ata kirurg që punojnë më shpesh, më shumë me endovaskularë, ata dojnë endovaskularën sepse janë të vërzum, janë të ushtrum në atë drejtim. Ndërsa kirurg që punojnë me të hapur, preferojnë më shumë operacionin e hapur. Dallimi është minimal. Po kur jemi tek sistemi tek rikuperimi. Një aneurizëm elektive, për shembull siç ka qenë kjo jonja e arterës splenika, rikuperimi që mos ta kishte edhe shtesat problemin me diafragmë dhe me atë herninë hiatale, do të zgjatke 2-3 ditë më pak, mirë po pacienti ka qëndru 7 ditë. 2 ditë po më duket ka qëndru në mes në mjekim intenziv dhe mandej në kirurgjinë vaskulare dhe ka shku në shtëpi. Kështu që pacienti është sipas informatave djalit saj, sepse pacientët kur të na bojnë mirë nuk vinë te doktori, kur kanë komplikacione vinë. Mirë po për fat mirë vllai pacientes është doktor dhe sipas informatës që e kam, djalit saj pacienti është mirë, kryen punë, nuk ka probleme, tash duhet bëjë zgjidhje me diafragmën dhe me atë herninë, mirë po me atë procedurë mirët kirurgu torakal. Ishte një pyetje prej disa kolegëve pse nuk është trajtuar edhe diafragma në njëjtën kohë. Diafragma ana e djathtë është e patrajtueshme me qasje abdominale, sepse pacienti duhet i hapet abdomeni kur bëhet kjo splenektomi, përmenoj aneurizmektomia të spleni, ndërsa ajo diafragmë rregullohet me qasje torakale dhe atë e operojnë e rregullojnë kirurg torakal. Torakal, si thosht, po. Po, tek parandalimi, ka mundësi disi të parandalohet? Parandalimi mund të jetë mes me më bon 7 cm. Se parandalim, për me ndalu, mes më bon një arterë aneurizmatike, është e pamundshme, sepse është edhe faktori gjenetik në pyetje. Nëse faktori gjenetik në pyetje, edhe i shtohen edhe këto faktorë të rrezikut tjerë, dohani, hipertensioni, diabeti, mandej yndyrnat, atëherë nëse s'ka atë faktorin gjenetik, këto mund parandalohen, mi rregullu diabetin, mi rregullu yndyrën, mes me pi dohan, tensioni. Hipertensioni është shkaktar kryesor i gjitha sëmundjeve vaskulare. Sepse ku më shpjegu edhe njëherë, arterja ka 3 shtresa dhe shtresa brendshme e arterës është si filxhani, si kristali. Momentin kur ki hipertension vjen deri te qarja e intimes. Ai shihet me mikroskop, jo me sy, dhe momentin kur qahet shtresa brendshme e aortës apo arterës, atëherë të fillojnë ato të këqijat. Shkojnë trombocitet, kanë afinitet më të madh, ajo shtresë, domethënë jo është intima, por shtresa e mesme, afinitet më të madh për tërheqjen e trombociteve. Mandej kur trombocitet shkojnë aty formojnë atë bërthamën e pllakës ateromatike dhe në atë pllakë ateromatike mandej materiali është për yndyrnave. Shkojnë trigliceridet, edhe fillon trombi. Kur fillon trombi, fillon edhe degenerimi i murit të aortës apo arterjes. Dhe me degenerimin e saj, mandej ndryshon puna e anës gjakut. Domethënë jo që aja e ruan atë fiziologjinë e saj, anatominë e saj, mirë po fillon procesi degenerativ. Dhe punohen gjitha mekanizmat punohen nga degenerimi i atij murit. Kur degenerohet muri, atëherë fillon mu zgjeru. Dhe gjitha proceset në atë lokacion nuk janë fiziologjik, mirë po janë patologjik dhe e zgjerojnë murin e aortës apo arterës. Një shkaktar që në kohët fundit të zbuluar është edhe infeksionet
permanente të mishi i dhëmbëve ose i dhomit. Sepse me disa analizat që janë bën, disa ulëmtime që janë bën botë, është shkaktari i karjesit dhëmbit është gjetë në murin e aneurizmës. Do të ketë kujdes pra, të shikues aman kujdes dhe tek shëndeti i oral. Është mirë si preventiv se kjo emisioni më shumë ka rëndësi për popullatën me ditë edhe si më mbrojt, mirë po edhe si me zbulu. Dhe më për më mbrojt po dihet që tensionit të rregullohet e kardiologu, mos konsumohet kripa, sepse kripa është faktori kryesor i tensionit. Mandej sheqeri mos konsumohet në masë madhe, edhe kripa në masë madhe, se pa krip nuk bën mirë, po ne si popullat në Kosovë mormi 300 herë sheqer më shumë mbrana 24 orë se sa që i duhet organizmit, po ashtu edhe 300 herë më shumë krip. Dhe kur kripin e konsumojmë të madhe, atëherë kemi hipertension. Hipertensioni shkakton këto gjëra. Mirë, po nuk është mirë që një pacient, shpesh krenohen pacient kur të vinë të ne që doktorën kur s'jam kote doktor. Këtu të ishte atë të cekje dhe rolin e kontrolës së rregullt tek mjeku. Aja kur nuk jam kote doktore, aja është keq. Te doktori duhet me shku bukur shpesh. Sidomos pacient që kanë pas probleme me anë gjakut, në familje, pacient që kanë pas aneurizma, ata duhet të bojnë një ultrazon shumë për 3-4 minuta të shohin aortën dhe dihet çka është si është gjendja e saj. Jo të presin. Unë kum realizu një aneurizm 23 cm. 23 cm. Është aneurizm që mund të futet edhe në libret e Guinnessit, sepse pacienti... E mosha e pacientit, më falë, doktor? Moshat zakonisht moshën e tretë fillojnë, mirë po... Të ky rasti cilën ju e keni realizuar? 71 vjeçar ka qenë kjo, mirë po kjo s'ka 71 vjeçar, kjo nuk ka filluar të herë, kjo aneurizm për më bon 7 cm, që ka pasur një tromb mrena, kjo ka fillu dikun para 10 vite. Sepse nuk mund një aneurizm të rritet 7 cm prej një arterje 6 mm me diametër për kohë të shkurt. Aneurizmat rritën gjys centimetri apo 1 centimetr mrena vitit, te rastet më ekstreme. Kështu që 7 centimetra, që ose rrit ka gjys centimetr, për bjen 14 vjetë gati. Dikun ka para 10 vite ka fillu. Dhe me një ultrazon, me një Doppler që bën radiologu, e zbulon një aneurizm. Mandej, kirurgu vaskular vendos edhe kur duhet operohet, edhe si duhet operohet. Shpesh vinë pacient që kanë shetit në për klinika tjera jashtë vendit, me aneurizma që s'janë halon ato standartet për operacione, për shembull 4 cm, 4 gjysmë të moshkujt po flas, edhe ata duhet përcjell. Qofse mrena vitit rritet për 1 cm, atëherë aneurizm ka tendencë për me rupturu dhe kirurgu vaskular duhet të trajtojë mirë, po duhet pritet deri 5.5 cm. Ka përjashtime edhe të madhësia aneurizma, kur aneurizmat janë infektive. Aneurizmat infektive dhe aneurizmat sakulare, se këto aneurizmat deri tash folëm për aneurizma fuziforme. Aneurizm sakulare është kur aneurizma zgjerohet vetëm me një muri, ndërsa muri tjetër është kontakti, është i paprekur. Ato kanë tendencë shumë të madhe për rupturë. Dhe në ato situata aneurizma nuk duhet pritet në atë madhësinë 5.5, mirë po duhet operohet edhe 3 cm. Ndërsa aneurizmat infektive, apo aneurizmat që kanë infekcion mikotike zakonisht, edhe ato duhet të operohen posa detektohen, sepse janë shumë kanë tendencë shumë për rupturë. Mirë është që ti drejtohet një eksperti dhe ata mandej është punë e tyne që si ozojnë pacientë. Doktor, erdhem dhe në minutën e fundit të intervistës sonë, cili do t'ishte mesazhi me cilin do ju drejtoheshe teleshikuesve tanë? Fund. Po më duket mesazhin, nëse ndëgjojnë emisionin, kanë dëgjuar emisionin, veç i dhash disa herë që
duhet me bo këta. U thanë shumë këshilla dhe një mesazh të fundit. Mos haro kujdesin më të shpesh tek mjeku ndoshta. Mesazhi është që mos përdoret kripa sheqeri, që t'i jepet mundësi hipertensionit, dohani kuptohet, tash është bërë demode kjo puna dohanit, yndyrat, sheqerin, ta rregullojnë, mos ta lanë në ato jashtë normales, edhe shkojnë moshën 45 e lartë ta bojnë një vizitë të radiologu, një ehot të abdomenit, sepse aneurizmat fillojnë që nga zemra, është ajo pjesat që i takon kardiokirurgjisë, ajo pjesa ascendente, edhe shkaktar është hipertensionit. Gjithë ata që kanë hipertension kanë aneurizmat ascendentes. Mandej është aneurizma torako-abdominale, torakale, abdominale, kështu më radhë. Ka edhe në periferi aneurizmat arterës Sigurisht që do të kemi rast edhe hera të çdo arterje që në trupin e njerit mund të jetë zgjeruar me aneurizmatik. Sigurisht që herave tjera, shpresoj të kemi sërish të ftuar në studio dhe nga se ka shumë çka të flitet për këtë problematika. Kështu që ju faleminderit shumë që ndat kohë dhe ishim mysafir në programin e mëngjesit. Shumë sukses në punën tuaj.